Jemi rikthyer në pjesën e 5 të She's on Air në Top Albania Radio. Unë kam nderin të kem të ftuar një emër si Laert Vasili. E kemi parë në shumë dimensione. Nga aktori provokues, tek një nga emrat më të spikatur të formatit Big Brother VIP 4 dhe tashmë po shkon në studion e përputhen si opinionist. Jemi këtu për të pasur një bisedë plot me ironi, dashuri dhe sinqeritet, siç e kemi ne zakon këtu në She's on Air. Mirë se erdhe Gjuha Doliem. Mirë se të gjeta gjua shqipe kur s'ka tingëlluar më bukur se sa e thën nga buzët tua. I love you. Me too. Do ikni ju të ngelen vetëm me gjua Doliem. Si të doni. Urdhro. Laerti e aktor që di t'i japësh jetë çdo roli. Tani, për Halloween. Po. Për Halloween, çfarë mendon se do të përshtatej më shumë? Djallë, vampir apo një shpirt i humbur artistik? Ta them unë. O e di unë ose di njëri. Jepi Engji. Ha Engji. Një vampir i vërtet, unë ja kam thënë dhe pse nga e di ti njerë? Mendoj që të fusim një nga që e kam parë shumë herë. Okej, ndjekim insertin dhe zbulojmë se është vampir Laerti. Laerti. Okej, s'kam bërë asgjë të dëmshme. Shohim. Konkurrent i ri në përputhje? Po tallet, Jo, nuk po tallem. Po u futet ti konkurrent i ri do futem dhe unë. po pa gjak. Pa gjak më normale. E ka për gjakun e këmbësime. Ta pastroj. Je një vampir i vërtet. Kjo dihet. Zot na ruaj. E thash aty dhe e rithem, Zot na ruaj. Çfarë ishte kjo? Nga çfarë? Nga Laerti, nga vampiri që kemi në studio. Jo, zot nga gjaku që 32. Pastaj femra është vetëm krijesë në botë që ka çdo 28 ditë ka gjakderdhje, por nuk jep shpirt. Zakonisht krijesat e tjera kur fillon gjakderdhje japin shpirt. Do të them po na qua neve vampire. Pikërisht pra. Kjo tregon që jemi më të frikshme se sa. Jo, e ke keq nuk diskutohet. Shiko, neve derdhim gjak, nuk pim. Kurse ti pi. Po pikërisht pra. Kështu që në këtë rast je ti vampiri. Që të marr nga jeta juaj. Kana sapo thash që kishte pak gjak te gishti dhe unë i them të bëj kujdes se Laerti. Po shumë e bukur. E ka te një gishti veçantë. Aty ka Cili zemrën te gishti unazës? Ne. Po. Kujdes se ke të afër. Nuk do bëj gjë da i mbaj dhëmbët kështu. Për moment. Të han dhëmbët, ë? Ne kur shoh gjak po. Është je maskuar sot për Halloween si vampir apo Jo fare, nuk jam maskuar. Në përditshmëri domethënë. Varet nga gjaku. Unë kështu mendoja se të zinte gjaku, po ti Jo, nuk më zë gjaku, mua mund të më zë ndonjë gjë tjetër. Cili lloj gjaku të zë më shumë? Si për shembull I kuqi. Po se ka të kuqi rëmt. Te kush? Si te kush? Te kush? Te cila pjesë e trupit? S'kishe këtë ndërmë të bëja pyetje. Ja, s'ka gjë, ma plotësove. Ja pra, shikon. Do i bëj pyetje tuna apo ti? Unë. Nuk ta them dot on air. Te cila pjesë e trupit? E po tash do flasim apo? Do flasim, po disa gjëra lihen të ne. Okej, na thuaj një person. Ishte kështu bitter sweet. Po pse bën kot? As nuk e ndjeve fare njëherë se ishte i ngrirë. Ai se ndjeva më Nuk e çfarë ndjeve bëja. fare, nuk ishte lëvizur asnjë lloj grinte. Atëherë mund ta provojmë sërish, mund të marrim diçka të çajm pak edhe ta provojmë. Një herë vjen shansi në jetë. Po shiko, si do duk Engji ke backstage-et, ma kthyon, ka ngacmu pak djemet, po ty të ka ngacmu? Jo, me mua nuk më ngacmonte, me mua luante. Jo, e ka gabim, unë ngacmova të gjithë dhe ty të ngacmova më shumë. Prandaj erdhi ajo pasoi po themi, kupton? Unë nuk duhet të kisha ngacmuar aq shumë. Do të thonë kjo të ka ngacmuar djem të përputhen ty. Po. Po një sekond, ajo i tha nëse ti do hysh në përputhen, do hyj dhe unë në përputhen. E shikon, urdhro. Ka devijuar komplet qëllimi, domethënë aty janë shumë konkurrentë, nuk jam unë konkurrent, kupton? Nuk ka rëndësi sepse edhe në edicionin tem unë në përfundim dola me opinionistin, kështu që çdo gjë është e hapur. Ti je Gjuadol, nuk ti je kategorinë vetë. Faleminderit. Po ju bën shumë dis vajza, nuk e di a keni. Shiko se do fillojmë tani të bëjmë neve dis ty se do fillojmë me pyetjet me spec. Jepi. Tani. Diegs apo spec kështu normal? Diegs besoj. Keni një pyetje ti Desiana se Desiana sot është speci ynë. Kam ndonjë pyetje.
Jepi Desiana. Unë mi për Lenxhit. Unë pak më vonë që Okej, ta. Desiana. Shishi sa intime do ke goca ti. Jo fare, urdhro, ja, mos u bëj Në asgjë. fillim të japim karamele ne. Ku e ke? Po, se kemi këtu. A, imagjinare. Jo imagjinare. Okej, të ta bëj Të një ngopi pyetje mirë me karamele, pastaj Një pyetje me spec. Kush nga konkurrentët e përputhen, po futemi direkt në temë, Po. të duket që nuk e heq maskën kurrë në asnjë ditë të vitit, jo vetëm për Halloween. Arnoldi. Arnoldi Po pse? është po nga që edhe ka marr pjesë në aktrim, domethënë Arnoldi aty është personazh, nuk kuptoj. është dua të shoh një ditë Arnoldin e vërtet. E nxjerr ai, domethënë vërtetësinë e tij kur nxehet. Vetëm kur Kur nxehet. nxehet është i Kalojmë pak vërtet. nga përputhen të Big Arnoldi- Brother, jo outlier. Urdhroni. Çfarë maske do t'jepje secilit personazh? Çfarë do të jenë maska? Maska kafshësh, për shembull. Mask zombi për shembull, vampiri. nga këto të Halloweenit. Normale pra im në Halloween. Po, shiko, përvoja në përputhen është 120 ditë kishte, do të thënë, një nga çudirat e mëdha që ndodhte ishte për shembull që ti kishe ja 40 ditë me tjetrin që bëje muhabet, ku diun thoshte ëndrat e Big tij, Brother se nga tropa. Po, në Big Brother, në Big Brother për Ose flasim. në përputhen. Unë thash në përputhen, më fal. Në Big Brother atëherë shiko nga Livia, mos më shif mua se më gatron. Në 120 ditë një gjë që më bënte përshtypje ishte kjo, që për shembull ti isha mirë e bukur 40 ditë me tjetrin dhe ai kujtoi ditën e 41 papritur të vinte një histori dhe thoshte jo ti e kështu se ti bën kështu Mirë, ti çfarë bën maske do ashtu. jepje Valbonës? Të Afroditës. Po mirë, gjestit. Ky ishte kompliment. Po, patjetër. Ishte Afrodita kompliment është normalisht. simboli i Ndesha e bukurisë. bukurisë. Po. Të Afroditës, po. Gjestit. Çfarë maske do t'i jepje? Do jepja Mickey Mouse. Po. Po vetes. Vetes E ka ai vetes nuk kam çfarë bëj tash. Vetes la ertin. Po Livias me që i ke shoqë. Livia do jepja Artemisën që është perëndia e gjuetis. Se është si kaprolli, ka sytë si drenush, prandaj. Tani të bëj një pyetje. Jo, jo, të ndalojmë Urdhro. Desiana. Jo, Eglit, Eglit. Eglit është tek te Liza në botën e çudirave, po kjo pasysh se është gjithmonë kur vrapon te vrima The Whole Rabbit, të vrima e lepurit, është e Omacia që e luan, që e luan Whitney Houston. Po, e ka që fillon këndon edhe shndrohet, merr formë tjetër, atë do jepja Unë Eglit. tani kisha të pyetjen time me Valbonën flet? Jo, Flet fare? po s'na ka rastis. Nuk keni patur asnjë Që na kontakti? bigu domethënë. Jo, që nga bigu? jemi takuar tek ditëlindja e Lorit ishte, e Lorit, po. Të ka folur, i ke Po, folur? patjetër, ma u përshëndetëm, Po. kaq, çfarë do bësh? Në fakt unë të gjalla dhe mund ta vërtetoj sepse Po. unë kam shumë shoqe dhe Valbonën dhe ty, kështu që unë e di që komunikim nuk ka pas. Jo, Por- nuk ka, s'ka patur. Por ta dish fansat më çmendin. Të lutem bani me fol, të lutem pajtoj. Nuk e imagjinon sa fanbase keni ju. Po me dy ne bashkë. nuk jemi, dëgjoj, ne nuk është se jemi të zënë. Po si është, domethënë ka një kështu distancë reflektimi. Çfarë do mendoj Valbona për video? Po i shkëlqejnë syt kur flet për Valbonën. Ne Vajza, keni meqense- vënë po. Pse po të flasim ne për Valbonën kur Po, ne se kemi është goce mundësi ta bukur, flasim në normal. telefon live Valbonën. Shumë mirë, po, thire. Si e mendoni? Thire, Sa po, ora nuk- do jetë zgju po. Aty është halli. Po qesh, jo, po qesh, absolutisht. Se e di, e di dhe kur s'johet. Jo, nuk e di. La erdi. Se di, tha Livia, unë s'di s'kam komunikim. Po, sa Nuk ka kam vërtet. Paola erdi. Te ose ka Paola, më zën nuk është se e di, kupton? Inshallah po e hap tani reni qetësi. S'ka për ta hapur, mbaja mend. Ne ndërkohë mund të flasim për sa ko bie zili apo jo dalohet. Ha? Gjon Mos ta zërin dëgjojnë tënde, zërin jo tënd. edhe. Jo, okay, mirë, dakord. Bonjour. Alo, Bonjour. Livi, Drit, çapo ban? unë jam me Borisin tani. Borisi është për ato që nuk e dinë, është qenushi i Valbonës dhe është një dashuri e papame. Bonjour. Unë jam me Borisin, bukaloj kohë me Borisin tani. Thuj, Unë, sa po thash, dhe me thanë, sa po vërtetova një diçka, që ti nuk e pasur kur komunikim me Laertin që kur ki dal nga Bigu, përveç një përshëndetje tek ditëlindja e Lorit. Por, ne të ti e din, ti ke një shoqe shumë paqësore, që unë në përgjithësi jam për paqen, okay?
Dhe doja të kisha këtu live një përshëndetje, një Valbona, jemi në Top Albania Radio, nga Shizon Air, edhe të marrim live. Si e mendon? E para, ju përshëndes shumë vajza, jeni fantastike. Edhe ne ty. Faleminderit shumë, edhe ne të përshëndesim. Dhe ju uroj shumë suksese. Radio ka qenë dashuria ime e parë dhe vazhdon të jetë, kështu që është mirë që starti të nis nga radio. Tani Livi më thuaj zemrën se ti di të gjitha gjërat. Po, unë pikërisht i di dhe normalisht është një përshëndetje kështu miqësore, si mund ta quajmë? Laert, fjala është për ty. Jo, unë thash fjalën time. Do ta përshëndes. Jo, po prit, nuk e the. Valbonën. Po e përshëndes, Valbona shtyll, ç'ke me Valbonën? Patjetër që përshëndes. Ej, Unë ju përshëndes të gjithëve aty, Du- dhe të kaloni sa më bukur. atë dosha vetëm me të tha një diçka. Bie telefoni dhe duhet ta Jo, te gjatë do ta dëgjosh tashi, sepse kemi pyetur Laertin çfarë maske Halloweeni do i veshë gjithë, domethënë disa emra nga Bigu dhe ty të ka dhënë Afërditën. Ti e di shumë mirë është deja e bukurisë, kështu që Perëndia, Perëndia, sorry. Oje. Po tani çfarë maske duhet të vë unë? Për Laert. Jo, s'u bë kjo pyetje, jo. Nuk u bë kjo pyetje. Tani unë Livi, unë dua të të vë maskën ty. Të macës. Si mace, unë sot jam si u i kesh, Valbona ta dish. Po Laertin. Po Laertin. Sepse unë tani kam Borisin kam pasur dikur një mace që unë e kam dashur shumë, që edhe macet I dua shumë. Edhe po të vë maskën e macës, edhe unë të kam shumë gjanë dhe të kam shumë zemër. Apo thua se ndaj ta dash atë maskën e macës për Halloween. Apo thua se e ke dashur shumë edhe Laertin? Urdhro? Apo thua se e ke dashur shumë dhe Laertin? Se unë nuk e thash atë. Atë po e thua ti. Kështu që Pra nuk e ke dashur Laertin. Megjithatë, dhe ja u thash edhe pak më parë, unë jeni një grup fantastik të gjithë që jeni aty. Edhe maska ime shkoi për Livian. Megjithatë, nëse kam një pyetje tjetër, nëse çfarë maske duhet të vendos ty dhe personazheve të tjerë, edhe ja u vëm maskën. Mirë, të lutem një maskë për Laertin pra. Po pra për Laertin na Ta duhet. mbyllim me maskën për Po Laertin. e ka thënë, Laerti është Laerti, s'ka maskë. Nuk është se më vjen ndërmend tani një maskë për Laert. Laerti nuk ka nevojë për maskë. Faleminderit. Okej. Të përshëndesim. Bonçu. I love you. Të falenderojmë shumë. Falenderojmë shumë dhe të përshëndesim. Pafshim. Dhe jetë shumë e mirë. Dhe ne tani do kalojmë në një Urdhro jepi. këngë Që është? që është Lore. Është Lore? Jo. do që t'jetë Lore. E Po. çeketi me këtë Lore. Më pëlqen shumë, po. Mirë. Më pëlqen artistikisht shumë. Okej, e përshëndesim Laertin me këngën Lore. Jo me këngë Lore, me një këngë nga Lore. Jemi rikthyer në Top Albania Radio në valët 100 FM dhe jemi në Shizon Air me Laert Vasilin. Faleminderit. Atëherë, do kalojmë tek pyetjet që kemi për konkurrentët e Big Brother dhe unë kisha një pyetje për sa I përket Eglit. Po. Keni patur debate brenda shtëpisë. Po. Raportet si keni? Po, si keni raportet? Nuk jam. Tani momentalisht që jeni Nuk jam takuar. Jemi takuar, domethënë vetëm në për kështu në 2 evente. Kaq. Po, kam përshëndet, po sigurisht, si s'do të përshëndes, çfarë flet? Patjetër. Se çka ka për të mos ta përshëndes? Jo, po keni pasur ato debatet tuaja. Pa mi, njerëzit shkëmbejnë, kanë mendime të ndryshme kjo. Jeni Do thotë do shkëmbyrë vrasin nëpër njëri studio, tjetrin. duke me që Jo, jeni se në të kam njëjtin parë të votim. topi, jo, nuk e kam parë. Jemi në orare të ndryshme, jo, nuk më ka rastitur, se kam parë. Por tani do kaloj ke një deklaratë që ka Që? ba Xhibani pak ditë Po. më parapara. Po. Ai ka deklaruar që nuk e ke përshëndetur ke after party, gjithashtu ke premiere e filmit dhe të quan një intelektual pak delirant. Po kështu e dojnë mediat. Çfarë mendon për këtë deklaratë? Po mirë, s'ka jo. Shiko, unë për Xhibanin kam e njoh shumë shpejt, edhe është një reper shumë I mirë, sidomos kur rri tek tekstet që kanë dhe përmbajtje ideologjike. Sa për premierën nuk e kam parë, tek premiera e filmit flisim për Golden Brothers 2, nuk e kam parë, kam parë fotografitë pastaj ku kam parë dhe Aldon edhe Xhibanin, nuk I kam parë. Se zakonisht në premier vjen të përshëndet Do ta ai përshëndetje që po ta vjen. shikoja. Që është
spektator, përshëndes unë sepse unë jam aty për t'i shërbyer marketingu të filmit, për dal një foto, për të një intervistë. Po nuk i kam parë, i kam parë në foto. Nuk ka shafruar as për një fotografi me ju me protagonistët, me regjisorin. Me mua jo. Pastaj të drillojnë nuk e di, po me mua jo. I bie që tek deklarat edhe mund ta hedhim poshtë, sepse më fal, nëse ai nuk të është afruar. Nuk e mbaj, unë se mbaj mend. Domethënë e kam parë në foto pastaj me të tjerët. Po mirë, unë mendoj të kalojmë edhe këtina përputhën tani. Si ke marrëdhënie me kolegen tënde Aulonën? Shumë të mirë, nuk diskutohet. Aulona është, domethënë është një nga gocat shumë, nëse më lejohet, shumë përpara kohës së vet. Ka qenë një nga gocat në media që ka fol e para për forcimin e pozitës së femrës në shoqërinë shqiptare, duke thënë, domethënë është, shiko, nuk është e lehtë në shoqërinë shqiptare të jesh një gocë që i ka kaluar, po themi, të 29-at, edhe të vazhdosh të jesh kaq e hishme, sa është Aulona, dhe të vazhdosh të jesh kaq në qendër të vëmendjes, siç është Aulona, dhe me një mendje dhe ide shumë të kthjellta. Por unë mendoj që një si Aulona me ato 29 që ka kalu, ja kalon shumë gocave shumë më të reja, me energji. Zgjidhje lart Aulonën apo Kleonikin? Nëse do zgjidhja unë, për çfarë të zgjidhja? Për kolege, për opinioniste. Krateja. Shiko, ditët janë të shumta dhe mund të ndahen. Shumë të ketë ca Aulona ca. Po i pëlqen më shumë Kleoniki më duket. Jo, Kleoniki. Me sa pash unë tani të them atë që pash, Kleoniki madje tha që Laerti është një nga të preferuarit e saj në përputhjen. Ndoshta i pëlqen më shumë Kleoniki se ishte Erika, pyetja që unë i bëra ishte cili nga djem të duket më tërheqës ose me kë e ke muhabetin më mirë, e tha Laerti direkt. E falenderoj shumë. Është gocë shumë e mirë Kleoniki edhe është jashtëzakonisht e bukur. Por nëse do ishe konkurrent i përputhën, kush nga ato vajza do të pëlqente që ka të kurorën seksi? Unë dy goca shoh aty që janë dhe të artikuluara, shumë tërheqëse. Dhe domethënë merren me është një disiplinë shumë e fortë të mirëmbash veten te gocat sidomos se çunat hajde, domethënë nuk jemi çik thoshte një shoqë me mashkullin çik më i bukur se majmuni duhet jetë. Nuk jam dakord, po çon si ka. Unë qarkullon kjo me majmunin dhe mashkullin. Stelina dhe Ina. Për mua janë dy goca, domethënë që me ato do dilje, po të ishe pjesë. Nuk e dia do dilja, po të them çfarë më tërheq nga ana estetike. Di pse, shiko, edhe akuza kur bëhet, prapë është në varësi të estetikës. Për shembull, nëse tash je me shoqen tënde, ajo shef një bubrec, fillon ulëret dhe ti e vret bubrecin, je hero. Po nëse ti vret një flutur, je kriminal. Ndërkohë që janë qenie të gjalla të dyja. Po mirë. Por fluturën e këton nga që estetikisht është më e bukur. Po mirë, po me atë Katerinën pse vetëm zihesh? Se di greqisht. Dhe merrem vesh me njëri tjetrin. Jo të dy vetëm ziheni. Katerina është shumë komike dhe Katerina do ishte një kështu ka ardhë mundësitë se cilit nuk dihen gjithmonë, por unë besoj që do ishte një aktore komike shumë e mirë, Katerina. Vërtet. Megjithatë, supozojmë që Mami Rebeka, e përshëndesim shumë, do pëlqente një nga gocat e përputhen. Mund të ketë mundësia që ti doja dëgjoja fjalën? Shiko, unë ja dëgjoj fjalën deri në një pikë, për shembull të tipit që duhet hash mëngjes, mos i nga shtëpia pa ngrënë, mos pi shumë duan, gjëra të tilla. Po për dashurinë nuk ja dëgjon. Po nuk ndërhyn. Mama më s'do vjen asnjëherë. Po për përputhen çfarë të tha? Do të thënë në fillim ishte jashtëzakonisht në kundërshtim me vendimin tim. Tha tani dhe ajo të duhet ty të shkosh aty gjithë ato goca atje ti pak gjysmakje nga trut e kokës, shohësh dhe ato ta hoqën trurin fare. Çfarë do thoj për gjakun tim? Megjithatë do ngelim në përputhen dhe do shohim një insert ku Engji ka bën një prank tek studio përputhen. Okej. Tani është një moment tjetër, një bie 10 të tjerë ngrihen, dua të ftoj në studio konkurrenten më të re, Engjin. Ka bërë si dado me Me duar trokitje tuna. Si lahet nuk ishe. Goca, përshëndetje.
Po fytyra. Më fikën fare kur më pan. Atëherë, unë quhem Enxhi. Enxhi, sa vjeç je? Unë jam 20 vjeç. Cili nga çunat pëlqen më shumë? Arnoldi dhe kam ardhur që t'i hap luftë Katerinës për Arnoldin. Po ke ardhur pa veshur se po të duken brekët. Ka rëndësi, jemi në Halloween zemër. Unë pash të mbrëmshmet e tua. Çfarë ka? Prandaj jam zhveshur që ti shikoj ti. Pse ke ardhur në shpirt? Atëherë unë kam ardhur për Arnoldin, Arnold si do duka? Mirë dukesh. Mirë? Dukesh mirë. Struktura është mirë, pastaj Katerinën në një takim. Tani unë e kam çik të vështirë. Zgjidhe shpejt zemër. Apo të kaloj te Rildi. Kaloj te Rildi pastaj shohim. Bravo, unë po zgjedh Rildin, kështu që bravo Rildi. Katerinën. Ngriu më në këmbë. Ngriu këmbë. Po ja, këtu. Hajde përqafoj Rildi, përqafoj. Patjetër. Më fal të pyes diçka, mos ishe ti ajo që hante byrek në TikTok apo jo? Jo, ti, nuk ishe ti, ishte tjetër. Të ngatron. Yes, maybe. Jo, është tjetër. Katerina, tërgo klas. Kam një pyetje, Katerina. Jo, më duket që e kisha parë. Nuk e parë, jam moderatore. Enxhi Rindi, takimin e parë ku ta çosh Rindi Enxhin? Ku det kjo? Ku det ajo? Ku det Enxhi? Mirë, shumë bukur. E le dansinën, ë? Duar drogitje për Enxhin nga She's on Air. Faleminderit që na vizitove në Përputhen. Ne vizitoj më shpesh dhe faleminderit juve. Yll Enxhi, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Që duar të Rildi tani. Po. Urdhro. Ishte prengu që unë i bëra pjesëmarrësve të Përputhen, ku Katerina e mori pak personale. Madje Arnoldi nuk është dhe aq i pashëm sa dy vajzat grinden për të, por të them të drejtë mua asnjë ata çuna nuk më pëlqejnë. As mua. Ja shumë skandal. Po jo, Rildi gjitha yll. Nuk e di. Kush të pëlqen? Jo, duhet të shikosh live. Asnjë. Asnjë fare. Ti po. Faleminderit. Ja. Shiko se çunat e Përputhen shumë mirë janë, edhe gocat janë shumë të mirë. Shiko, unë nuk thash janë të këqinj, thjesht nuk janë në gustot e mia. Të jemi të qartë. Shumë e pranueshme normal. Në gustot e tua është më shumë lehtë. Po, gusto im është një mashkull të jetë 1 grad më i bukur se majmuni. Faleminderit. Okej, tani do kalojmë pak në këngë dhe do rikthehemi prapë me Lart Vasilin. Jemi rikthyer në Top Albania Radio në valët 100 FM në She's on Air dhe jemi në pjesën e 7 dhe do t'i bëjmë disa pyetje. Kemi një pyetësor, kemi përgatitur një pyetësor për ty. 7 mëkate të vdekshme. Dhe pyetësori quhet partnerja e ardhshme e Laertit. Imagjinare. Tani, imagjinare, nuk e di unë se ajo imagjinarja një ditë mund të kthehet dhe reale, po ne do ta bëjmë këtë pyetësorin se ndoshta i gjen. Okej. Atëherë, bukuria apo inteligjencë, Laert, çfarë të bën më shumë për vete? Të dyja. Të dyja. Duhet të jenë të ndërthurura. Po sigurisht. Në dashuri je udhëheqës apo i udhëhequr? Unë jam te urdhri i kryengjillit Mikail, kështu që më duhet udhëheq. Je në shtrat apo? Në shtrat. Kur ta shohësh do e kuptosh. Nuk ka si ta provosh ishte kjo. Si, më pyetet për shtratin tash. Të pyetëm në lidhje me partnerin, jo. Po pra ju ftoj që të vet, domethënë të konstatoni nga afër, unë stash me ty. Për kë kishe më? Vazhdon tensioni. Thash, domethënë më pyete se je në shtrat. Të thash kur ta shohësh. Ka një lloj tensioni midis. Kur ta shohësh tash, jo kur ta provosh. Unë flas mirë shqip. Pyetja ishte kush do që të jetë më udhëheqës të shtrati apo partnerja? Edhe ai tha do ta shikonin, nëse i ka kuriozit. Ta shikojnë se s'do bëjnë ai film erotik që ta shikojmë. Jo, mund ta shohësh, jo ta bësh. Mund ta shohësh. Po pra, po ku ta shohim? Në shtrat. Do të bëjmë video neve kur ta provosh ti. Ftesën e ke të hapur, nëse do. Okej, do të bëj kameramanin në momentin që. Okej, dakor. E sheh veten me një vajzë nga showbizi apo jashtë showbizit? Ba atë nuk e zgjedh, varet ku ngelesh pa frymarrja. E kuptoj. Laert, do unë këtë pyetjen. Nëse një vajzë të afrohet në mënyrë shumë të guximshme vetë para, atëherë ç'a bën ti, e vlerëson apo e largon? Jo, më pëlqen shumë, ç'a flet. Cili është
shenja më që do me thënë që ti dukesh që je i dashuruar, që jep një shenjë, që të kuptojnë të tjerët. Fillon më merret goja. Vërtet? Edhe mbas fjalët po. I u mor pak goja këtu, me thënë drejtën. Kur? Big Brother, përpusen, tu bë lëmsh. Në çfarë drejtimit po shikonte kur u mor goja? Te gjua doli. Shikoja lart. Po ti mos shif lart, shif mua. Jo, shikoj Livian unë. E pra, edhe unë, prandaj. Thonë Ja, që pra, nga vjen tensioni. thonë që burrat e fortë duan gra të buta, po ti? Jo. Pse unë jam buri Po fort? pra, kush ta Po, burri fort je. Okej, mirë, me që jam buri fort, hajde, Je i Rof, fort, je faleminderit. inteligjent, je i pashëm, si e do gruan? Njësoj me ty, e do të but, e do të kundërtën tënde, çfarë të tërheq? Shiko, nuk e sinqerisht po të them, nuk e zgjedhje tek ajo. Varet, siç është në anglisht thon love struck, do të thon varet kur të godet. Kur është më magnetike për ty? Kur është e butë apo kur është e fortë ajo dhe më diskutohet kur është inteligjente? e fortë, patjetër. Sepse është një e ke parasysh siç ndodhi me Bucephalus ishte Kali Aleksandrit. Jo, se është anglisht. Dhe greqisht në anglisht. Ishte Kali Aleksandrit. Ishte një kal që nuk e nështronte dot njëri dhe nështroi Aleksandri i Madh. Kështu që gjithmonë sa më e fortë të jetë aq më ndikuese është tek mashkulli ndjesia për ta zotëruar. E kuptoj. Po nëse një vajzë është me zgjuar se ty, Gocat janë gjithmonë më zgjuara se ne. të bezdis apo të intrigon? Jo, ç'thua, më intrigon. Si të më bezdisi, jenë vete. Okej. Patjetër. Nëse e ke pasur çdo fjalor, duhet të shoqërohesh me shokët, duhet i zgjedhësh më të mirë se vetja. Që të kesh ç'a të marrësh, e kupton se po i ke poshtë vetes, ato janë shenjat diktaturës pastaj. Ato janë shenjat e autokracisë. Diktatorët mbledhin rrotull vetes njerëz më dobët se ta. Është e vërtet. Vajza që se filloni i hyni historisë me Laertin nuk do përfundojmë kurr. Vajza, ne tash do falenderojmë Laertin që ishte këtu me ne. Edhe unë. Ishte një nder dhe një kënaqësi shumë e madhe. Do të mbajmë pak pas. Po mua kënaqësia është shumë e madhe, akoma se jeni 5, unë jam. Ne do shihemi të ejtën që vjen dhe tashi do kemi një këngë në përfundim, pastaj një insert të Engjit në përputhen, pra pas skenat të Engjit në pjesën e 8, kështu që është Laerti aty brenda. Të falenderojmë shumë Laert që ishe me ne. Unë ju falenderoj, sinqerisht jeni shumë të mira, të bukura se diskutohet. Edhe ti je shumë i mirë. Faleminderit. Bye. Ciao.